Flamuri I UÇK-s valoi edhe njëherë në Bardhë të Madh. E rreth tij u mblodhën sërish ish ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kjo me që për ta, dyert e shtëpisë I hapi edhe njëherë familja Qolli në këtë fshat. Brenda kësaj shtëpie, 3 dekada më parë, u formua një nga celulat e para të UÇK-s. Me krenari ditët kur ushtarët e lirisë që ndronin brenda shtëpisë së tij, I kujton krye familjari Isak Qolli. Me të vërtet, ka qenë një sakrifis, po ka qenë krenari e madhe, që kanë pas ata burra besimin, me anë familjen teme, me flesh lirë, me bisedush lirë dhe me marë organizimet më të tjeshme për organizimin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Brenda kësaj ode, Qolli thos se ishin edhe vet ish krerët e UÇK-s që po gjykohen në Hag. Në rreth kësaj shtëpie kemi bu plane, kemi hartu plane për aksionit. Atëherë kemi qenë më ilegal me maska, edhe deri te lufta e ushtrisë çlirimtare Haptas që kemi dalë deri me 22 qershor, 98-ën këtu Haptas kemi dalë e kam edhe intervistën e parë, mijën se profesore, ka qenë aty Kadri Veseli, ashtë më thaqi që e kom dhonë pa maska aty. Të dielën këtu nuk mungoj as Irzevënc komandanti I shtabit të përgjithshëm Sokol Bashota. Edhe ky vlerësoi sakrificën e kësaj familjeje. Kontaktin e parë përmes presidentit të Republikës Kosovës, përmes mikut shokut përgjithëtarit tim, ashtë më thaqi, dhe pastaj kemi marrëduar që me zërimin e grupit të kësaj pjese, ku këta pastaj kanë marrë detyrë dhe obligim që të zërojnë radhët ushtrisë çlirimtare të Kosovës për këtë pjesë. Kjo sakrificë e familjes Qolli nuk u harrua. Për këtë, në muret e shtëpisë u zbulua edhe kjo pllakë përkujtimore. Këtë një periudhë të lavdishme dhe të vështirë e cila ishte themel, mbi të cilat u ndërtuar lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kjo pllakë është dëshmi e sakrificës, e guximit e përkushtimit e atyre burra dhe grave, që veprohen në mënyrë të fshehtë për idealin e lirisë. Të pranishëm në këngjarje në Bardhë të Madh ishin edhe ish ushtarët tjerë të UÇK-s e banorë të fshatit.